Jepizot, Iniciative të rinjve të qendrës sërinore. qeshërimi, Bota është e jotja. Bota është e jona. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë sezon të ri të podcastit Jepizot. Unë jam Denisa Bayraktari dhe jam shumë e lumtur që edhe në këtë episod të 13 do jemi bashkë për të treguar histori frymëzuese. Sot do të kena një histori që lidh dashninë për natyrën me përkushtimin dhe me guximin për të sjellë diçka ndryshe. Me mua sot në studio është Blerti Vejuka. Përshëndetje Blerti, faleminderit që pranove ftesën për sot. Përshëndetje, rrallë parë duhet ju falenderoj për ftesën, gjithashtu ju uroj edhe suksese për sezonin e ri të Jepizot. Ndihem shumë i privilegjuar që jam këtu mes jush për të ndarë historinë dhe përvojën teme tek biçikletat në ujë. E the edhe vetë, ideja jote unike qëndron pikërisht në projektin tënd Biçikleta në ujë. Një projekt i cili ka filluar për, siç e thamë, dashninë për natyrën që ke pas, për turizmin e qëndrueshëm, për faktin që ke promovuar turizmin e qëndrueshëm, një metodë dhe një mënyrë shumë e veçantë për të shiju edhe ne si banor liçenin e Shkodrës, por ndërkohë edhe për ndërgjegjësuar mbrojtjen e mjedisit. Si lini ideja e biçikletave në ujë? A pate si një ide fillestare, një dëshirë, apo më pas e mendove, e ke pas të menduar që më përpara dhe the erdhi ashtë momenti i duhur për ta bërë? Atëherë ideja lindi nga dashnia që kam për liçenin e Shkodrës, ku kam atë njësinë për me pa duke më të gjallë, më të lëvizshëm. Gjithashtu edhe u mundova me lidh traditën edhe mjetin tradicional që kena këtu në qytetin e Shkodrës, e cila është biçikleta. Gjitha këto u ban bashk, e kisha një ide më përpara se si mund të krijohej, por akoma nuk kishte ardhur momenti i duhur. Kështu që Dhe besoj ishte momenti kur the do ta vëm zbatim është përmes granteve që edhe Bashkia e Shkodër. Përmes skemës granti që Bashkia e Shkodër zhvilloi në atë periudhë. E si e pate pjesën e qoftë të aplikimit, qoftë procesit në momentin kur ti e prezantove, ato sikletet apo vështirësi që ke pas për me strukturu shumë mirë idenë? Atëherë, të them drejtën, kjo skema granti të duk si një dritë aty në fund të tunelit, përderisa sepse kisha atë frikën e dështimit, ose s'do të kem ndoj mbështetje duhun, ose ku duhen ato njësit fillestare. Por vuna re që mbështetja ishte shumë e madhe, sidomos nga ana e Bashkisë Shkodër, sidomos edhe nga familjarë ose të afërm të mi, ku më shtynin gjithmonë me e provu, të paktën e kisha këtë dëshirën që i provoje, mos ta la thjesht një ide në letër, edhe nëse dështosha, gjithsesi s'do të meqet ajo pyetja po sikur. Por të paktën do ta provoshe dhe shifshe rezultatin që për ty ka rezultuar një sukses në fakt. Se besoj këtë verë, pra këtë vit ti arritet ta vije edhe në zbatim. Po, patjetër, ne kena vazhduar operimin si aktivitet që në datën 1 qershor, sezoni ka shku shumë mirë, ndoshta edhe jashtë pritshmërive, sepse si diçka e re edhe nuk disha a do të ketë interesin. Por siç e thamë edhe më sipër, është një mjet unik, është një përvojë unike për me zbulu liçenin e Shkodrës në një mënyrë tjetër. Për sa i përket edhe momentit kur ti i ke bler gjitha materialet, i ke marrë edhe besoj ka një moment kur edhe i ke bërë gjitha bashk, a i ke provu ti vetë i pari se si mund të vijeshin në praktik, apo ke prit që t'jetë ai momenti final për gjithë ne që edhe ti vetë ta provoshe? Sigurisht që kam provu më përpara, para se me startu sezonin, ma e mend që mund të kem bërë paktën 2 orë gjys për me i bërë tana pjesë bashk, sepse dosha me pa çdo detaj, edhe kisha edhe këtë frikën që po hellin ujë, po ndoshta s'po ecë. Edhe ç'a të bëj? I montova, e hella në ujë, bana 2-3 metrat e para, atëherë kisha një njësi krejt lumturijet, edhe kuptova që çdo sfidë edhe çdo stres, çdo sakrificë ja kishte vlerë. Ja vlen. A e pate në momentin e montimit e gjitha këto i ke bë vetë? Po.
çdo gjavë bashkë me disa të afërm që më kanë ndihmu tek pjesa e montimit. Dhe the, unë gjeve pra një Kreet një moment si që lumëtërie. s'di me përshkru është, se isha të prit, kisha atë frikën që s'ka me ba, s'ka me ecë. Për gjatë gjithë kësaj periudhe, që edhe ke pas para momentin e pilotimit, le të themi, ose se si ka për të pas qasja qoftë edhe qytetarëve, banorëve, turistëve tjerë. Ke pas një moment ku edhe ke has vështirësi nga ana tashma teknike, ose pra përpos asaj njësisë pasigurisë që në fillim ti mund kish pas, edhe me kalimin e kosti ke arrit ta fitosh edhe besimin e banorëve, por edhe të turistëve, sepse ke pa një feedback nga ana atyne, po nga ana teknike sa vështirë ka qenë për ty që ta kesh qoftë një mbështetje në marrjen e këtyre mjeteve, por qoftë edhe në vazhdimsinë që për me të mbrojtë ty me vazhdu pra me pas vazhdueshmëri gjithë procesi. Në fillim vështirësitë ishin shumë të mëdha, sepse më duhet kisha bën një hulumtim se sa kushtoshin biçikletat, si funksionoshin, por edhe lejet që u doshin për aktivitetin, për zhvillimin e aktivitetit. Gjithashtu edhe tek pjesa e skemës grantit që u zhvillu nga Bashkia e Shkodrës, u dote një plan i detajum biznesit, por çdo pengesë që delte vetëm sa më jepte forcë për me vazhdu më përpara. Gjithashtu mbështetja ku ja vlen kisha dashur edhe më përmend nga drejtoria e planifikimit strategjik tek Bashkia e Shkodrës ishte tejet e madhe, ku kam pas edhe raste që kam dashur me lan krejt si projekt, por motivimi dhe mbështetja e tyre bani që me ecë mas me lan, më zhvillu si aktivitet. A ke has vështirësi për sa i përket mbështetjes apo burokraci tashmë nga një anë më e gjanë, le të themi, përpos pjesës së granteve që ti the ke pas një ekip qoftë i vetë të punës, por edhe zyrat e ndryshme të mbështetjes që të kanë ndihmuar për me strukturë më mirë idenë. Po kjo ana tjetër më pas kur e ke fitu grantin dhe ke thënë ok, unë jam gati për të filluar, por nuk ka shku besoj gjithçka që siç ti mund ta kesh parashiku, po, është e vërtet, tek pjesa e nxjerrjeve të lejeve kam pas shumë vështirësi, sepse u duhet të me shku nga institucion për me marrë informacion të paktën se çfarë dokumentesh u doshin për që unë dorëzosha për zhvillimin e aktivitetit. Vështirësitë do të linin gjatë rrugës, edhe përderisa i kisha hyrë kësaj rrugë, pse jo mas me çu deri në fund. Ishte fije e lodhshme, por ja vleti. Paktën e di edhe unë që jam më i sigurt kur kam gjitha lejet e nevojshme. Kështu që po mbështetësit tanë tuaj kryesor, familja, bashkëmoshatarët. Ishte familja numër 1, ishin edhe bashkëmoshatarët që besoshin se kjo ide ja vlete. Kishte edhe nga ato që thoshin pse po e bën, se si gjithmonë jetojmë një vend. Por familja ishte kryesorja. Kush ka qenë personi i parë që ja ke tregu idenë? Personi i parë ka qenë nana eme, do thonë e tregova, ishte skeptike, sepse normal, pse po rrezikon, por mbështetja ardhi si gjithmonë. Tashmë ja kanë prit shkodrantë dhe turistat idenë tënde. Aktivitetin unik që ti ke dasht me tregu edhe me sjell në liçenin e Shkodrës. Si ke marrë përshtypjet e tyne dhe feedbackun e tyne, si ka qenë për ty? Edhe në përputhje me pritshmëritë që i ke pas në fillim. Feedbacku ka qenë shumë i mirë. Në fillim njerëzit ishin kurioza, si vendasit po ashtu edhe turistat, pastaj ishin entuziast kur hypnin edhe e merrnin atë përvojën unike. Gjithashtu nga feedbacku i turistëve të huaj kena arrit me dalë një konkluzion që çdo kush që delte nga liçeni nëpërmjet biçikletës thonin që është hera e parë që po provojmë që kena një përvojë të tillë. Gjithashtu edhe tek vendasit të shkodranët, edhe pse nuk e shprehin vazhdimisht, por shikohen që njihen krenar që një aktiviteti i tillë po zhvillohet në liçenin e Shkodrës.
Përveç edhe aktivitetit që ti e solle në praktik, besoj me aq sa di për ty, ti ke një lidhje të ngushtë edhe me natyrën, edhe me dëshirën për të ndërgjetësuar mimërojtjen e natyrës. Si e do ta përqosh ti, si e përcjell ti përmes edhe aktivitetit edhe nismës tënde këtë gjatë, qoftë qytetarët, qoftë turistat, pra nëse na ndihmon të kena një panoramë ose një përshkrim më të thellë të projektit, të profilit tënd, që të mos rrim veç tek ideja e biçikleta në ujë. Si ishe ti përpara këtij projekti ose çfarë mesazhesh doshe ti me transmetu përpara se me hell dhe me sjell biçikleta në ujë? Përpara projektit dhe zhvillimit të aktivitetit, unë kam marrë pjesë në disa nisma mjedisore për mbrojtjen e mjedisit. Kam qenë aktivist tek organizata Ekomendje para se të hapi aktivitetin. Dhe gjatë aktivitetit, ku tani ideja ishte që do të sjellë një mjet ose një produkt krejt ekologjik para pa emitime të ndryshme. Qysh aty vazhdoj, edhe qysh aty mendoj se është mesazhi që me mjete ekologjike mundena shumë mirë me e mbrojt mjedisin. Shumë mirë edhe gjatë aktivitetit duke ofru këtë përvojë, duke njerëzit pra kur e marrin këtë përvojë, automatikisht njihen sikur duhet, domethënë, kanë atë respektin për mbrojtjen e mjedisit. Po në rast se kalojmë tashmë tek mesazhi që ti do të dosh mi përcjell të rinjve. Çfarë këshillash do ju jepsh ti të rinjve që kanë nisma të tilla ose të paktën që kanë atë dëshirën, kanë ide të ndryshme për projekte apo për biznese të ndryshme, por kanë atë ndrojtjen dhe stepjen që sigurisht edhe ti e ke pas në fillim, por ti pate guximin edhe përkushtimin për ta çuar në fund. Një mesazh që unë do t'i kisha dhënë çdo periudhë, por edhe çdo kujt që ka një ide, është se mos pritni për kohën perfekte, sepse ajo s'ka me ardhur kur. Nise me aq sa ke, me aq sa je. Ndoshta një hap i vogël sot mundet me të çu drejt një ëndre të madhe që je tash sa kohë të e prit. Kështu të paktën kam funksionuar me këtë ide që provoj, edhe nëse dështon s'ka gjë, është pjesë e rrugës e procesit. Ndoshta kjo gjë ka me ndihmu, ka me dhënë edhe fije motivim më shumë. Çfarë mendon ti se mund t'i mungoj të rinjve që kanë sigurisht këto nisma ose që kanë këtë stepjen, frika për me vazhdu, për me vënë praktik, mbështetja nga institucionet ndryshme, duke mos u nis gjithmonë vetëm nga veti, pra ta shohim pak më gjanë edhe këtë pjesë. Mendoj që në kohën që jena sot, mbështetja si nga institucionet, por edhe nga njerëzit tjerë është jetë e madhe. Por ajo që i step rinin ditën e sotme, mendoj se është mungesa e vetbesimit, por edhe frika nga dështimi. Kur si që thash edhe më parë, po nuk dështove s'ke, po nuk pati ngërçe gjatë rrugës, prap i larg asaj. Duket përndaj edhe pa besueshme që si ato mez gjithçka ka çmim. Po. Çfarë rolit mendon se luan dashnia për vendin, edhe këto idetë apo këto nismat që për kushtimin që ka pra një i ri, një person për me zhvillu më tepër vetin, në këtë rast në aspektin e turizmit të qëndrueshëm? Dashnia ose dëshira për me pa vendin tonë fije, po shumë më mirë edhe më të zhvilluar, bën që kreativiteti ndoshta e sjell një peizazh në përvojë, edhe mendoj se kjo është ajo që turistët e huaj, por edhe ne vendasit kërkojmë ditët e sotshme. Për biçikletat në ujë, si e shet të ardhmen e saj? Si e shet të ardhmen e projektit tënd që pati vetëm provën e parë këtë sezon, edhe a mendon që do të ketë zgjerim të saj edhe në qytetet e tjera? A mendon që do të kesh atë identifikimin edhe në liçenet e tjera të Shqipërisë? Pritshmëritë janë për po. Domethënë presim që të hapen si sport ujor edhe si një mjet unik edhe në liçenet e tjera të Shqipërisë, gjithashtu edhe në detet. Ëndra është që ky lloj mjetit kthehet në një markë kombëtare të turizmit ujor edhe të sporteve ujore pra në rang kombëtar.
kjo është ajo që presim, ndoshta në vitet vazhdim. A i të punu për këtë, po mendon ta fillosh që tani për me përpunu për këtë ide, që ta arrish step by step, pra mas hapi sa ma afër saj, edhe pra që në këtë moment besoj ti e ke marrë atë dritin një shile prej nesh, këtë rast, po e them. Për momentin kam kalu një proces të marrjes patentës për biçikletat e ujit. Kena balla disa lidhje me qytetet tjera ku po pritet mo zhvillu si aktivitet. Gjithashtu mendoj se edhe unë vetë më duhet me shtu edhe disa mjetet tjera, biçikletat tjera, ndoshta për familje ose edhe për fëmijët. Pra, ashtu si e kam menu nuk ka dalë, se e kisha menu ndoshta mas 2-3 vjetëve më ba, por kërkesa ka qenë shumë e madhe, është pëlqy, ai feedbacku ka qenë tehet i mirë, tehet pozitiv. Prandaj që Që ta kanë përshpejtu punën e kanë përshpejtu, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Faleminderit. Ashtu si edhe në çdo episod tjetër, nuk do të lam pa të pyet edhe ty mbi pyetjen e fundit që i drejtojmë çdo të ftuarim. Mbi këtë emër që i kena vendosur podcastit, jepi za. Ti e the në tregimin tënd, në historinë tënde, nëpërmjet historisë tënde ke dhënë shumë mesazhe dhe shumë frymëzim edhe për të rinj. Por tashmë në konkluzion edhe në përmbledhje të gjithë podcastit tonë, cila është ajo gjë që ti do doje me i dhënë za, me i transmetu tek të rinj sot përmes zanit tam, por përmes edhe studios tonë? Mesazhi është shumë i qartë edhe i thjeshtë. Mos prit për atë kohën perfekte që thamë më përpara, sepse ajo s'do të vite kur. Thjesht provo me aq sa ke, me aq sa je. Ndoshta hapi i vogël sot, edhe nesër edhe mas nesërit, pra prova që do të bash gjatë këtij rrugtimit ka me të çu gjithmonë më afër ëndrës. Gjithmonë ja vlen me përmend që edhe vullneti, besimi edhe pasioni kanë me të çu edhe më shumë afër ëndrës. Kjo është mesazhi jam për çdo të ri, por edhe për ta ne që jeni këtu. Me hapat vegjël, por me shumë këmbgulje dhe me shumë besim tek veti. Me këtë mesazh kaq të veçantë e mbyllim edhe episodin e sotëm. Lerti, shumë faleminderit për historinë, për transparencën që tregove në episodin e sotëm, edhe uroj të kesh kanë një augur i mirë për ne në këtë sezon, por ne të urojmë gjithashtu edhe shumë suksese në të ardhmen, edhe uroj që çdo dëshirë dhe pritshmëri që ke për biçikletën ujit të zgjanohet edhe të na bësh krenar ditë mas dite. Faleminderit edhe për jush, edhe një herë ju uroj suksese në këtë sezonin e ri. Inshallah edhe ju brenda pritshmërive ose edhe jashtë pritshmërive do të shkojnë këtë sezon. Shumë faleminderit. Dhe për gjithë ju, faleminderit shumë që ndëgjuat dhe që ishit me ne në këtë podcast. Deri herës tjetër, vazhdoni të besoni në vete. Pash.